Babai i Ardit Beshirit, 29 vjeçari që u zhduk së bashku me Fadromën ku po punonte në masivin e Kromit, ka kërkuar ndihmë për gjetjen e trupit të birit të tij. Ai është shprehur se kërkon të gjejë trupin e të birit për t'i hedhur një tufë me lule. Shtoi se kërkimet po i bëjnë me lopata, pasi s'kan mjete, ndërsa kërkoi ndihmë nga shteti për aparatura më të specializuara për gjetjen e trupit të 29 vjeçarit. Këtu jam dhe veni ngjarjes që ka ndodhur ngjarja e djalit tim, Ardit Beshirit. Kërkoj ndihmë për shtetit. Ti gjej veç një gisht, e ta çeke shtëpia, ke familja. Se nuk ka gjë më të madhe në botë. Tom është djalin malt. Tom është një marramens, nuk ka gazetar, veç një gazetari i Radit Mahmudit, nuk ka asnjë këtu tjetër. Për ne i bëj thirrje shtetit, të hapin përmendje të mbinë aparatura, skandër, të mbinë qenë specializuar nga jashtë, të mbinë mjete, të gjej djalin ta çeke shtëpia, diku të hedhin tu flule. Diku të hedhin tu flule. Ti që ka i moment që ke marrë vesh lemin, Unë ka 3 ditë. Unë ka 3 ditë, që është ditën e parë, që ka në orën 1, par dje, e deri më sot, që shvi me vleze, me dashamir, të kërku me lopat, nuk ka se le mjeti. Në orën 6 të mëgjesit, ka arë në orën 8 tu. Në orën 12 ka hangër drekën, ka ikë me shokët poshtë. Ka full skavator, ka vazhdu të punu e mori baseni madhë, materiali Kromit, ranë. E bethirë shtetit, një moni, se kom gel, ka gel baba, vlaj, ka gel të urku vlane tjetër, këtu. Bethirë aman pëpatët, ti që i kishë dërë, ta që i kishë shpija, ti vej të flule. Aman nëne, pëpatët mosi, një moni si shtetë. Ka që ka mu thonë. Prej 3 ditësh vjojnë kërkimet për trupin e 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili teksa po punonte pra një fabrike të përpunimit të mineralit të Kromit në zonën e njohur si Qaburrel në Kloz, është zënë poshtë nga një masiv i madheu. Ekipet e kërkim-shpëtimit vjojnë kërkimet në terren malor për të gjetur trupin e të riut, i cili u rrëmbye nga rrjedha e rërës dhe mineralit pasi u ça vend depozitimi ku ishte krijuar një rezervuar uji.